Hello, e jeni me mua disa ditë në Shqipëri për ditëlindjen e djalit. Si që shikoni, valizja gjysma ishte vetëm me zbukurime. Kjo ishte tema që kisha zgjedhur për ditëlindjen e djalit, meqense do e bënim në shtëpi. Këtu po prisnim për të vajtur në aeroport dhe pim edhe një kafe përpara, sepse ishim pak herët. Këtu djali lozi me këto lojrat që ishin atje te aeroporti, edhe pamja në këto orë që fluturuam ishte fantastike. Djali në zuri gjumin ndërkohë edhe tadan, arritëm në Tiranë. Arritëm pak vonë, kështu që nuk kam nxjerr diçka tjetër. Edhe direkt e ikëm në shtëpi për gjumë. Dita tjetër nisim me një kafe, edhe ikëm tek prindrit e mi. Takuam tezen, nënën, të gjithë njerëzit, edhe tezja erdhi me ne sepse kishim shumë përgatitje për të bërë. Njëra nga ato ishte për të vajtur për të lyer flokët për ditën tjetër. Edhe kështu nisëm. Unë ndërkohë po pija një kafe sa po bësh gati motra, edhe këtu po prisnim të dyja. Floku motrës doli shumë i bukur, i shkonte shumë kjo ngjyra. Edhe këtu po bësha gati edhe unë, e bëra pak më të errët se motra. Këtu pastaj erdhëm në shtëpi, po kërcenim pak edhe po bënim përgatitjet. Njëra nga përgatitjet ishin këto ëmbëlsirat, të cilat i bërëm për njerëzit që do vinin, edhe i pëlqyen shumë, edhe dita e ditëlindjes nisi në parukerim. Edhe këtu jam unë gati, më pëlqeu gjithçka. Këtu po bëhesh gati edhe motra. Shumë bukur, super. Këtu ishim gati të dyja dhe ikim shpejt në shtëpi, sepse ishte bërë vonë. Edhe këtu djali gati tek shtëpia, kjo ishte torta që e bërëm. Edhe këtu disa pjesë nga ditëlindja. Faleminderit që më ndoqët deri këtu. Edhe për më shumë video më bëni një follow, edhe follow në Instagram që i shikoni pak më shpejt të gjitha këto. Bye!